Me kjo, Arditit. Kujt Arditit? Qa ndodhi me Arditit? Se e pam edhe pas që u këtyën për publicitetit që kishit diçka, edhe pse kemi një moment tjetër shumë të rëndësishëm, por vetëm shkurtimisht duat vetëm të sqarojmë se çfarë ndodhi. Që ta kuptojmë edhe ne, se e pam situatën, por nuk e kuptum. Kjo është shumë e çuditshme, Alba, mirë, në këto momente ajo nëse mundet me spjegu se mu po më çudisin këtu tash faktet, i me do njerës ndryshe, dalin ndryshe dhe me kërcënime, kjo ke direkt. Laudin, mu them diçka që unë e vërej se çfarë po bëhet këtu? Labinoti i tha Arditit, po të lutem mos më ndërpret ta përfundoj logjikën. Labinoti i tha Arditit, unë do t'rregoj diçka për Arditit që gjithë kam u çudit, domethënë diçka nga jashtë. Dhe Labinoti tani mënyra se si e tha e bëri të nënkuptuar që është një informacion i keq. Por unë e di shumë mirë që në të ardhmen ky do thotë ju e nënkuptua që ishte informacion i keq, se unë e kisha që them një informacion shumë të mirë për Arditin. Kjo është pjesa e lojës e lukry, tash nëse hajnë pasulin mirë, nëse nuk jo hajnë çka me bo. Qaq? E shef? Unë të thashë me ty kom baru e maroj puna. Gjithsesi, informacionet nga jashtë, ju e dini që nuk duhet i përdorni. Se ky do e keq interpretoje, pas 2-3 javësh do thotë, jo, unë se kisha për të keq, unë e kisha për të mirë, vjen keq, po mashtrimet i keni hap tazi. Gjua e trupit i jep shumë kuptim konotacionit të një fjalie, dhe këtë gjë e dim shumë mirë psikologjikisht. Olta, si e komenton pikërisht këtë? Labi që po ushtron presion psikologjik tash në këtë rast tek Arditi. Olta, jena pjesë lojës, nuk i kuptoj unë pse po bin të aprikatit 10. Tani, ai i Labi i thot që unë do të them diçka më vonë. Po nuk duhet ta përdor informacionin nga jashtë. Javës tjetër do ja thot Arditi diçka, domethënë që është informacioni keq për Arditin. Unë nuk kam çfarë them deri në momentin që unë dëgjoj se ai çfarë thot. Ndërsa gjua e trupit e këtij, gjua e trupit e këtij. Olta, që është profesori ndër më i mirë shqiptari. Alba, të flasin Olta. Mund ta dëgjojmë pak vetëm monolog saktin e ju gabim unë. Po zjem për një situatë hipotetike, do me thënë a i thot që unë do të hedh një gur pas ca ditësh, dhe gjithë këto rrotullohen rreth gurit që a i mund të hedhi hipotetikisht. Në deri momentin që a i nuk thot, bam, këtë gjë, nuk kemi qa themi. Tani qëfar ti themi që pse ti thua Labi që ti do thuash diçka? Ajo është presion, akoma pa e me bërë. Hapni ligjin, hapni psikologjin, edhe keni për ta parë që në momenti që bëhet me supozime, është presion psikologjik të brenda. Alba, presion psikologjik është dhe kur merr sende personale, dashur. Po, ama jo si ajo, që bën Labi, që fjala do themi fjalë keqe për atë, me bërë dëmtime në jetën ati, e thëna në të bërë, në ndanë në mes një deti tërë. Jo, psikologjikisht, që kur thuhet është presion, në kombinim me gjuhën e trupit që e bërja ai, është presion për negativ. Rëndësikat mos jetë kërcënim, ofendim, që ti bëni minus kësaj pjese, se nuk e kuptoj pse vazhdimisht po e mbron ti Labin, ajo është muhabet tjetër. Unë gjërat i shoh Olta. Kur jetën time se kam pa me sy. Unë nga këta gjëra që u Labi nuk e njoh fare. Madje i thash në fillim të emisionit, i thash lutem mos e merr si ofendim, po unë është hera e parë që të shoh. Veç pak. Banor. Vetëm ta dëgjojmë edhe Oltën, edhe Valdrinin, edhe pastaj duhet kalojmë tek një tjetër. Alba, jo. Alba, unë po të them Labi në rastin konkret, me qënë se po më pyet për atë, hedh një gur, e kupton? Dhe ti tani shkon vërtitesh për gjetur, e kupton? Që i përmendi për jetën e vetë personale, me informacione nga jashtë.